U zyrtarizua korrupsioni në Shqipëri dhe mori fuqi ligjore. Me miratimin që bëri, me refuzimin që bëri kuvendi i gangsterëve dhe i banditëve shqiptar në atë ndërtesën që quhet Parlamenti Shqiptar, përfundimisht u legalizua korrupsioni në Shqipëri dhe u rivendos diktatura e vitit 1945-90 e Enver Hoxhës, që nuk kam kurkush të drejtë të kritikoj drejtuesit e shtetit, dhe ata çfarë të duan mund të vjedhin, mund të vrasin, mund të grabisin, mund të çfarë të duan mund të bëjnë dhe nuk japin llogari. Kjo është bërë. Dhe shqiptarët janë në gjumë, shqiptarët fatkeqësisht janë zombi, nuk janë më qytetarë, njerëz që të kenë kërkesa dhe të shikojnë se çfarë po bëhet rreth e rrotull. Ja kuptoj. Dua të di, sipas mendimit tuaj, a mendoni se në fillim, mendoni se Rama mund të fshehur poshtë fustanit Ballukut, dhe nëse po, a e ka bërë ky kë duke mos lejuar Spakun për ta arrestuar? Me që më përmendë fustanin, do të them që Balluku e ka futur në tanga Edi Ramën. Brenda tangave. Ai edhe nga ajo video që qarkulloi dje që bëri atë gjestin që mbylli gojën, edhe që tha më kam bllokuar në karrike, tha dhe më ka vënë thikën në qafë dhe më thotë do bësh ato që dua unë, s'ka, kjo i tregon të tëra. Zotëri, nuk jemi fare në këtë botë. Pra ky ne vegetojmë, nuk jetojmë. E ka zënë gusht i bie Ramën. Po patjetër është e ka zënë se kanë vjedhur bashkë, i kanë bërë të tëra krimet bashkë. Po çai bie, çfarë do të thonë kjo? Nëse Balluku futet në burg nesër ose pas nesër, Rama automatikisht në burg. Patjetër. Do flasë ajo po vajti në burg, do thotë me kë ka bërë. E kuptoj. Ajo ka provat, ajo ka letrat, ajo ka regjistrime, ka regjistrime audio, video, çfarë të duash ka. Ajo e ka futur tamam në tanga e Dinamën. Nëse nuk shpjegohet ajo këmbgulje ti e pa cip, e pa turp, e pa ligjshme, që do shpëtoj atë nga thojtë Spaku të s'ka. Po përsa i përket Spakut, tani çfarë reagimi do ketë Spaku te drejtësia re me këtë që ndodhi? S'ka çfarë bën Spaku. Se arreston do të ka imunitet ajo. Nuk mundet dot që të bëj prap kërkesë? Vazhdoj të bëj kërkesë, vazhdoj të ushtroj presion ndaj kuvendit? Sa herë që të bëj kërkesa, aq herë një të përgjigje do marrë nga Edi Rama. Sa kohë që është Edi Rama në pushtet. Në Shqipëri zotërisht rivendosur diktatura e Pinochetit të Kambodgjës, jo Enver Hoxhës, se diktatura e Enver Hoxhës kishte edhe një farë tolerance. Shpjegoni pak më shumë për audiencën. Shpjegoni pak më shumë, ju lutem, për audiencën. Çfarë nuk kuptoni me këtë? Çfarë nuk kuptojmë, shqiptarët e dinë, moshatarët e dinë që është diktatura. E kemi hequr në kurrish. Ju e keni shikoni teorikisht, por nuk e kuptoni gjinin diktaturë. Sepse është ai fenomeni eksperimenti Bretkosës që e futën në ujë të nxehtë. Juve u shbër lavazh truri si popull, si rini, si breziri, mos e merr personale, po është në tërësinë Shqipërinë, që ju nuk e kuptoni që jeni në diktaturë. Dhe që të bëj të qartë, çdo të thotë që jeni në diktaturë, po të them vetëm kaq. Zotëri, e pare punës njerë që ti nuk mund të flasësh në mediat kombëtare lirshëm dhe si çdo ti. Sepse janë të tëra të censuruara nga një dorë, nga Edi Rama. Televizioni shtetëror që mbahet me taksat tona është kthyer në një papagalli Edi Ramës që nuk thot asnjë tjetër në interes të kombit dhe të popullit shqiptar. Pronat po vidhen ditë për ditë, dhe si po vidhen? Pronat po vidhen me falsifikim të hartave kadastrale që ndodhen te Akshi, që ishte ajo Edi Ramës. Se ky ka bërë një qeveri, s'ka bërë qeveri që të ketë njerëz me integritet. Dhe jo pa qëllim, në të gjithë sistemin politik dhe shoqëror në Shqipëri, qeverisin
vajza dhe gra të reja në moshën 45 vjeç, të tëra të bukura, të tëra të gjata, të tëra me që u kërcasin tangat. Kjo është diktatura, si e doni diktaturën, ju e doni diktaturën që të vi me pushtëdor, jo, të dërgon policin atje, veç fshihet, futet, shoqërohet me një skort prej 40-50 vetash, që ka pse 13 dirama. Se duhet shoqërohet me skort. Pse kryeministri holandez del me bicikletë në pazar, ndërsa ky nuk guxon të dalë të bëja, as të dalë nga makina nuk guxon jashtë, jo më të dalë të rritë jetoj lirshëm. Praktikisht ai ka futur dhe vete në burg. Ai praktikisht është i burgosur, se ka 2 rrugë, o në makinë, o në zyro në shtëpi, gjë tjetër ai nuk ka. Pra, kjo është diktatura. Mos kanë bëjnë edhe ndoshta aferat korruptive të mëtejshme me lidhjet me bandat kriminale që përflitet dhe aludohet shpesh në për media që Rama të ketë frikë më shumë dhe që të rritet frika jo vetëm për burgun, po ndoshta mund të themi në thonjza edhe për kokën e vet? Ai ka frikë për kokën e vet në të tërë, dhe nga bandat kriminale, sepse janë ato që e urdhërojnë dhe e dirigjojnë dhe i thonë do bësh këtë, do bësh këtë shef komisariati, do bësh këtë drejtor policie, do bësh këtë gjyqtar, do bësh këtë prokuror, janë ata që komandojnë në zotëri. Se jemi vetëm i vend që bandat kriminale bredhin lishëm dhe nuk shpojnë asnjë gjë. Kjo është diktatura. Diktatura nuk vjen me borije. Edhe të marrën veç qiptarit të dhe, erdha unë, jo. Kjo është diktatura. Që komandojnë një grup i strukturuar kriminal që quhet Partia Komuniste e Punës Socialiste, Demokrate, Demokratike, Social-Demokrate dhe Shqipërisë. Është një parti. Është Partia Komuniste e Shqipërisë. Janë komunistët e Enver Hoxhës, ata që po drejtojnë tani. Dhe konkretisht i kemi emra. Kryetari i gjykatës së lartë ke të binin ish antar të komitetit qendror partisë. E të tjerë, plot sa duash. E kuptoj. Do kalojm pak tek reagimet e ambasadave. Ambasadat e Perëndimit Shqipëri i treguan vendin e Edi Ramës duke ju bërë qartë se çfarë pret atë dhe vendin me rastin e Ballukut. Po më ashpra ishte ambasada gjermane. Si mendoni, çfarë do t'i bëj vetë Gjermania Edi Ramës? Asgjë si bëjnë. Edi Ramës ata po të duan i bëjnë, por nuk po i bëjnë. Dhe duan më nga unë se si të bëjnë me Edi Ramën, po aja pun më një fare të thjeshtë tani, që bisedojnë bashkë. 300 ambasadorët shkëpusin marrëdhëniet me të dhe kaq, nuk ka nevojë as për tek as për bëm, nuk e bëjnë këtë ata. Sepse kanë dhe ata interesat e tyre, sepse kanë dhe ata presionin rus, i cili e mban në pushtet Edi Ramën. Janë rusët që e mbajnë pushtet tani. Kanë mbështetjen e rusëve. Si mbështetjen e rusëve? Në shkuptim. Me Amerikën nuk ka marrëdhënie të rregullta. Okay. Janë shkëputur, janë prerë. Okay. Me Bashkimin Evropian si kundërpat, edhe Anglia dhe Bashkimi Evropian erdhën dhe i thanë këtu se ke mirë dhe o do të zbatosh ligjin ose me ne si ke mirë punët. Kjo dhe ky atëherë ku mbështetet e Rusi dhe te kinezi se mbështetje tjetër nuk ka. Ndërkohë mbështetjet e bajonetat dhe bajonetat e policëve edhe gazin lotësjellës e ka gati, e ka çdo kohë, harron një gjë ai. Po edhe përfiton nga kjo gjë. Harron që populli shqermas, po harron që populli shligjum. Por Shqipëria është pjesë e Bordit të Paqes, e themeluar nga Donald Trump të Shtetet e Bashkuara. Pse do t'i ketë marrëdhënie të keq? Për çfarë arsye? Mos e zë më në gojë këtë fjalën Bordi i Paqes se është një turp i botës, të lutem. Të paktën unë nuk denjoj që ta ul veten aq poshtë të merrem me broçkulla edhe me budallëqe. Po ajo është organizatë ndërkombëtare, është organizatë ndërkombëtare, është e licencuar me të gjitha. Më kuptoni? Po çka që më ngasmon, unë jam i qetë, jam rehat, që vetëm ngasmon. Kush mori pjesë në Bordin e Paqes? Ai ishte vrasës si kriminali Benjamin Netanyahu në atë bord. Nuk mund të quhet Bordi i Paqes kur në të merr pjesë një kriminal, një krye kriminal që ka vrarë 27.000 gra dhe fëmijë dhe pleq në gaz. Ju lutem, ai është një turp për mendimin tim që ftoi të gjithë plerat
botësët e Evropës, e vate Edi Rama, vate Netanyahu, vanë ca paqull të tjerë, po burra serioze dhe shtetet serioze nuk morën pjesë të atë ta shqyqojtur në bordi paqes. Ai nuk si paqes. Pra ju mendoni se ajo nuk duhet të ekzistojë fare si organizatë. Nuk duhet të ketë lidhje Fare, po si të organizata është i kot. E kuptoj.